Gjesti thyen rekordin e Luis Dale-it pas daljes nga shtëpia e Big Brother VIP. Fansat po e lidhin me ngjashmërinë me Luisin në këtë fakt. Gjesti është shpallur fituesi më i ri Big Brother VIP edicionit të 4, teksa ka mbyllur kështu me sukses një rrugtim plot emocione brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Menjëherë pas momentit emocionues të fitores, Gjesti ka publikuar në Instagram edhe videon ku shpallet fitues. Ky postim arriti në mbi 4.5 milion shikime me më shumë se 185.000 pëlqime, duke thyer kështu një rekord të rëndësishëm në historinë e Big Brother VIP Albania, krahasuar me Luis Dale-in, fituesi i edicionit të dytë, i cili gjithashtu e ka publikuar momentin e fitores në Instagram. Ai kishte arritur vetëm 2.9 milion shikime dhe rreth 185.000 pëlqime në atë postim. Ndërkohë fituesi i edicioneve të tjera, Ilir Shaqiri dhe Iglaceno të Big Brother VIP 1 dhe 3, kanë shifra dukshme të ulët në postimet e tyre përkatëse, duke bërë Gjestin numër 1 për këtë rekord të veçantë dhe duket se ka qenë ndër edicionet më të ndjekura e fansat të shumë, të cilët e kanë krahasuar lojën e Gjestit, i cili në asnjë moment nuk e diskutoi fitoren me atë të Luis Dale-it. Këto të fundit kanë marrë edhe një lajm fantastik për Gjestin. Bëhet me dije se produksioni Top Channel ka vendosur që pas mbarimit të Big Brother të ketë një nënshkrim me Gjestin për menaxhimin prej një viti të karrierës së tij muzikore, duke e përkrahur ashtu siç bëri me Luisin. Duket se pas të saj Gjestin do e shihni shumë shpesh në ekrane televizive, filma, në koncerte, kudo. Kështu që fansat janë mjaft të lumtur me këtë lajm.